Ngjarja tjetër, Omeri radiallahu ta'ala anhu, e dini, krejt e keni një ngjarjen e asaj vajze kur i ka fol nënës vet se Omeri gjatë ditës ka thonë po gabon dikush, po e përzin qumshtin me ujë. Edhe gjatë natës ka dalë nëpër Medinë si zakonisht të përcjell gjendjen e muslimanëve. Po e ndini shushurim një bisedë mes banorët një shtëpie. Njona po thot merr ujë edhe shtoja qumshtit. Tjetra po thot a e keni Omerin çka ka thonë. Po të hecë Omerin nuk mund më na pa këtë natë çka po bëjmë në shtëpinë tonë. Thot nëse nuk na sheh Omerin, na sheh Zoti i Omerit. Omeri Eslemit i thot shënoje këtë shtëpi edhe të nesërën me pyet se kush janë këta. Edhe ka burr në këtë shtëpi ajo. Kur kanë shku kanë pyet, kanë thonë biseda është bë mes nonës edhe vajzës. Nuk ka burr thot në atë shtëpi. Vajza e rritur për martesë. Omeri ka shku në shtëpi vet, ka thonë djavet vet. Unë thot nuk kam nevojë për martesë. Se sikur të kisha pas nevojë për martesë, qatë vajzë e kisha martu. Mirë po ndonjëri për juve, o Shu Asimi, djali Omer ka thonë, o prisi besimtarëve, o baba jonë, unë e thotë s'kam grua, sikur ta kisha martua. Edhe kanë kërku atë vajzë, e ka martua Asimi, djali Omerit. Ajo vajzë, tashmë e martuane për Asimin, e ka lind një grua që quhet Ummu Asim. E që në disa transmetime ka ardhur emri i saj Leila. Pastaj kjo Leila e ka lind një gru tjetër. Imam Ibn al-Jauzi këtu e kundërshton, bile thotë se kjo gru është nëna. A di nëna e kujt është kjo? Që i bie gjithsesi gjyshi e kujt është kjo grua? Është gjyshi Omer ibn Abdul Aziz. Para mendoni. Gjyshi Omer ibn Abdul Aziz që e kanë quajtur ulemaja halifja i 5 të muslimanëve i drejtë. Që në kohën e tij gjithë dynjaja u mush me drejtësi. Para mendoni vëllezër çka do me thonë kur e keni rob të khairit në shtëpi. Allahu Jalla wa Ala në surën Kaf kur e përshkruan gjendjen e atyre që ka rrit pasurinë, kush është mos sebeb wa kana abuhuma saliha. Baba i tyre ka qenë i mirë. Në këtë rast nona ka qenë e mirë, që është fare rezultate. Omer ibn Abdul Azizin që azze qati s'ka pas vend ku më shpërndan kohën e tina. Se lejma mos flasëm për drejtësinë e tij radhiyallahu rahimahullahu ta'ala.